Fillojmë vlerën e vjeton për këtë bashkëqarë. Fillojmë vlerën e vitës. Pika e parë. Miratimi i rendit vitës së vlerës. Veri dakord. Pro abstenim kundra sa. Mirë miratorë. Për miratimin e proces verbalit të vlerës kaluar datë 25 nëntor 2025. Jeni dakord me procedurën? Pro abstenim kundra sa. Miratorë. Pika 3 e vendimit projekt vendim. Për miratimin e ndihmës ekonomike me fond 6% të fondit të kushtuar për muajin nëntor 2025. Komisioni mbledhur për shqyrtimin e përgatitimit të ndihmës ekonomike me fond 6% fondit të kushtuar për muajin nëntor 2025 janë 10 familje që e përfitojnë këtë fond. Bashkë lidhur është lista emërore, 7 në njësinë qytet, 2 në qendër, 1 në Kurbelet e 1 në Vlorë. Shumë detale kemi bashkë ngjitur, nuk ka ndryshime nga muaji i kaluar, kështu që ftoj gjithë ata të fshehta votojnë këtë projekt vendimi. Mirë, kam pyetje në institut. Edhe votim. Pro abstenim kundra sa. Mirë miratorë. Te çështjet e tjera, pa vajtë të pika ta. Te çështjet e tjera kemi një dokument për një shtesë në buxhetin e raportit 2025. Te çështjet e tjera kemi një dokument që ju e keni marrë atë, e keni parë. Jeni dakord, keni në vërejtë për të? Dakord. Vazhdojmë të pika 4. Përdorjen e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit bashkisë për familje që trajtojnë me ndihmë ekonomike për muajin nëntor 2025. Martina. Për muajin nëntor përfitojnë ndihmë ekonomike 92 familje me fond 225.170 Kemi vetëm një shtesë në njësinë administrative qendër nga 22 familje që kanë qenë tetor janë 53 familje. Gjithashtu edhe ky projekt vendimi ka bashkëlidhur listën dhe emërore, kështu që gjithë anëtarët e kanë marrë në email dhe kanë para materialin, nuk ka shikojmë, në qëse kanë në pyetje, nuk kemi dhe përgjegjësit e zyrave të kështu që nuk ka dukur. Kanë një pyetje në diskutjetër? Jo. A edhe votim? Pro abstenim kundra jo. Mirë miratorë. Kalojmë te pika 5 e vendimit. Projekt vendim për miratimin e programit buxhetor afatmesën 2026-2027. Po. Tani para se kalojmë vazhdoj skriuar për kalojmë kryetari. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar anëtarë të Këshillit, të nderuar përfaqësues të administratës. Ju falenderoj pjesëmarrjen në këtë mbledhje, ku sot po shqyrtojmë dhe diskutojmë projekt buxhetin e afatmesën 2026-2025 si dhe buxhetin e vitit 2026. Dokumente të rëndësishme planifikim dhe menaxhimi financiar të bashkisë. Programi buxhetor afatmesën 2026-2028 është startuar me punë të zbatjes ligjore në fuqi me udhëzimet përkatëse duke mbështetur një analizë reale kapacitetet financiare dhe nevojave të bashkisë. Ky program synon të garantojë vazhdimsinë e shërbimeve publike, stabilitet financiar dhe planifikim të ndryshëm në investime në vitet në vit. Për vitin buxheti 2026 reflekton prioritetet kryesore të pushtetit vendor, në fokus për mirësinë e shërbimeve për qytetarët, mirëmarrje dhe zhvillimin e infrastrukturës,
mbështetjen e arsimit, të shërbimeve sociale, si dhe përdorimin të përgjithshëm të fondeve publike. Gjatë procesit të hartimit janë zhvilluar konsultime publike me qëllim planifikimin buxhetor të jetë sa më gjithëpërfshirës dhe transparent, duke efektuar në mas të mundshme nevojat dhe prioritetet e komunitetit. Ky proces kërkon bashkëpunim interinstitucional dhe diskutim konstruktiv, në mënyrë që vendimet do të merren të jenë në shërbim të interesit publik dhe zhvillimit të afatgjat të bashkisë. Për pariteten e detajuar të dhënave financiare dhe të strukturës e buxhetit afatmesëm 2024-2028 dhe buxhetin 2026 ja kaloj fjalën drejtorit financës për ofsin e ndeshme. Megjithatë, me sa kam konstatuar aty, është efektuar çdo gjë që kemi diskutuar në pjesën e parë në gjithë pjesën territorin e bashkisë. Kjo është minimale, aty ka nevoja të jashtëzakonshme. Gjithë bashkia ka shumë nevoja, kjo një bime është minimale e mundshme. Me kaq buxhet sa kemi, domethënë kjo është mundësia. Megjithatë, ne do bëjmë shumë në këtë periudhë. Ju falenderoj. Faleminderit zyrtar, të nderuar këshilltar. Në mbështetjet e nenit 4 dhe 24 të ligjit 9936/26/2008 për menaxhimin e sistemit buxhetor të Republikës së Shqipërisë ndryshuar, neni 35 të ligjit 68/27/2017 për financat e qeverisjes vendore, neni 8.8 dhe neni 27 të ligjit 10.296 për menaxhimin financiar dhe kontrollin, vendimin e Këshillit Bashkiak numër 41 datë 31/7/2025 për miratimin e dokumentit të parë të përballës 2026-2028, ju paraqesim sot për shkrutim dhe për miratim programin buxhetor afatmesëm 2026-2028 dhe treguesit financiar dhe buxhetor të buxhetit të vitit 2026, që është viti i parë i periudhës afatmesme 2026-2028. Për parashikimin e të ardhurave për periudhën afatmesme, jemi mbështetur në kapacitetin fiskal të Bashkisë Tepelen. Politikat i do të ndiqen në marrëdhënie fiskale dhe mbledhjen e të ardhurave, si dhe në parashikimin afatmesme të qeverisë për transfertat e pakushtuara dhe transfertat sektoriale. Nga analiza që i bëjmë të ardhur për periudhën afatmesme, vrejmë që varësia nga transfertat qeveritare mbetet e lartë, duke përbërë 80 dhe 82% të totalit të ardhurave. Të ardhurat e veta janë të qëndrueshme, por nuk shënojnë rritje të dukshme. Nevojët e forcimit i administrimit fiskal vendor. Transfertat e pakushtuara rriten gradualisht duke rritur fleksibilitetin buxhetor. Transfertat specifike mbeten konstante duke siguruar mbështetje të qëndrueshme për sektorët prioritar. Totali i ardhurave rritet me një ritëm të moderuar 4.6% gjatë 3 viteve buxhetore. Periudha 2026-2028 karakterizohet nga instabilitet fiskal dhe rritje e moderuar e burimeve financiare, përmirësimi i performancës të ardhurave vendore dhe rritja e autonomisë fiskale mbetet prioritet në planifikimin afatmesëm. Grupi menaxhimi strategjik i bashkisë është mbështetur në transfertat e pakushtuara të dërguara nga Ministria e Financave në parashikimin e të ardhurave në periudhën afatmesme, nivelin e realizimit të buxhetit në periudhat paraardhëse, si dhe në mbajtjen e shërbimeve publike në nivele optimale, si dhe përmbushjen e të gjithë detyrimeve që rrjedhin nga veprimtaria normale e bashkisë, kemi arritur të balancojmë të ardhurat e shpenzimet për periudhën afatmesme 2026-2028 në nivel programi. Të gjitha të dhëna statistikore ju jeni në materialin bashkëpunimor. Programet kryesore mbeten arsimi dhe administrimi duke zënë mbi gjysmën e buxhetit. Shërbimet sociale dhe publike ruajnë stabilitet dhe prioritet. Investimet në infrastrukturë veçanërisht rrugore dhe mbrojtja civile rriten gradualisht në vitet 2027-2028. Struktura e buxhetit tregon balancim i disfunksioneve të përditshme dhe investimeve strategjike me fokus të zhvillimit dhe shërbimit të qytetarëve. Për sa i përket strukturës së shpenzimeve për periudhën afatmesme, vrejmë që kosto e punës, pra paga dhe stimulim shoqërore të zënë peshë kryesore në buxhet, një rritje të lehtë të shpenzimeve për investime kapitale, ruajtje e ekilibrit trend për shpenzimet operative, ruajtja dhe respektimi i kuadrit ligjor për mbrojtjen civile në nivelin
4%. Si përfundim themi se buxheti është i balancuar me fokus kryesor te personeli dhe shpenzimet, rritja e graduale e shpenzimeve kapitale tregon një strategji për fillim afatmesëm. Pjesa e vogël e rezervave sugjeron që duhet të monitoruar rreziqet e parashikuara dhe trendet e përgjithshme tregojnë që një stabilitet të mirë financiar dhe një qëndrueshmëri të qartë të investimeve dhe shërbimeve bazë. Programi buxhetar afatmesëm synon fokusimin në një rritje cilësore të nivelit të shërbimeve në komunitet, zhvillimi i turizmit cilësor të qëndrueshëm në mirëmbajtjen e institucioneve shkollore, zhvillimin e kulturës dhe sportit, në konsolidimin fiskal e financiar, ku prioritet do të jetë zgjerimi i bazës të statit akuzëve dhe shlyerja në një pjesë të konsiderueshme të detyrimeve të viteve të kaluara, me objektiv për të mos krijuar detyrime të reja në fund të viteve buxhetore. Shpërndarja dhe përdorimi ekonomik i buxheteve financiare, transparenca, përgjegjësia dhe respektimi në rigorozitetin e buxhetit janë banimet kryesore që Bashkia TPL merr parasysh në hartimin e këtij buxheti. Sfidat kryesore të zhvillimit për këtë periudhë afatmesme janë zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe financiar, konsolidimi fiskal e financiar, përmirësimi i cilësisë së shërbimeve dhe rritja e tyre në gjithë territorin e bashkisë, zhvillimi cilësor dhe mbështetja e bujqësisë, rritja e peshës së shpenzimeve kapitale në raport me të gjitha shpenzimet e tjera, mbështetja dhe zhvillimi i turizmit mbetet një nga prioritetet kryesore të bashkisë. E noi più della disciplina. E di motivi. Atëherë prodha. Okej, Dadi. Po kisha pyetja për shumë të seruar, por më fol vjetë i çoj ata. Do po. Vazhdo. Ka shumë disciplinë që apo. Ai që Këto shpenzime shkolla mbikëqyrje e shkolla nëntëvjeçare, Adil Ustemi. Përse bëhet fjalë të mbikëqyrje, kujt kjo sa është bërë vetë. E para, dhe e dyta është tek pika 13, blerja e transportit. Dhe si puna kërkuar për mbetje urbane në shumë faktikisht është një problem makina e mbetje urbane. Shumë kërkuar nga çfarë është kjo pjesë kaq pak lek dhe mbetje urbane mund ta plotësoj. Diçi mjet transporti kanë harë. Ja sot, i kaluar. Zërit për investimeve për mbikëqyrje është vetëm likudimi. Ka të bëjë vetëm me likudimin e pagesës së mbikëqyrjes së tyre për një objektin e realizuar që është shkolla nëntëvjeçare e Ustemi, nuk është likuiduar detyrimi i jonë sipas kontratës për mbikëqyrje dhe është parashikuar për të likuiduar me buxhetin e vitit 2023. Është marrë dorëzi. Është marrë dorëzi. Ka të bëjë vetëm me kryen e ekzekutimin e pagesës. Mbikëqyrësi i ka përmbushur të gjitha detyrimet kontraktuale, ka mbetur vetëm për likuidim nga ana jonë dhe është parashikuar në buxhetin, është financimi i brendshëm i bashkisë dhe është parashikuar në 4 milionë e parë të vitit 2023. Në mbledhjen e kaluar të Këshillit, njëra nga të Këshillit kërkoi, në lidhje me ca probleme që kishte pasur shkolla. Ajo është Dhe me u thaj që duhet që pra shkëtë përgjigje dhe si është puna e asaj. është çështje. Jo me që ka lidhje me mbikëqyrjen, ata që e kanë marrë sipër. Po. Në mbledhjen e radhës do të kemi informacion të plotë, konkluzionet të mbikëqyrësit dhe të kualdatorit, bashkë me grupin e marrjes dorëzimit të bashkisë për zbatimin e kontratës për konstruksion shkolla nëntëvjeçare. Ato shqetësime që ka pasur shkolla, ne ja kemi çuar, dhe që ka brenda garancisë ai zotëria që kanë çuar. Ja kemi çuar, ja kemi riçuar, dhe të garantoj që ai nuk merr asnjë lek nëse nuk i bën ato. Nuk ka shansi të marrë lek, po nuk i bëri ato. Janë gjëra të vogla, në fakt për shkollën janë të rëndësishme. Për shkollën. Ndërtimeve thënë drejtën nuk ishte i mirë, po kishte ca problematika që do t'i zgjidhej zotëria.
Dhe kemi konstatuar, kemi çuar letër, kemi çuar ankesë. Dhe dasha për të diskutojmë janë drejtarët që nuk i duhet. Po, ne kemi bajtur ankesë pa diskutim. Ne kemi bërë prezent dhe zotërisë, po nuk rregulloi, po nuk mund të rrim sepse është në garanci. Po, prandaj tash ne kërkojmë. Kjo është një problematika jote që është në vetë është rregullor. Diskutojmë gjëra problematikat që janë. Kjo problematika e kemi bërë prezent dhe zotërisë 2 herë gjatë kësaj periudhe. Tani Një garanci për 7 vjetë, do ta them. ka një garanci, por gjithsesi, po nëse nuk e bën, do e gjejmë mundësi pastaj Këto këtë. garanci të dinë që 5% dhe ato. Nuk i japim lekun, nuk e kemi në dorë. Përpos 5%, ka edhe një detyrim, sepse ne jemi bashkëfinancues. Bashkia e Belen dhe Ministri i Arsimit janë bashkëfinancues. Do me thënë, janë dhënë parat e buxhetit të shtetit, kë Ministrisë së Arsimit janë gjithë parat që ka bashkia për t'i dhënë, që është e shtrirë në vite, dhe plus garancisë punimeve, plus edhe detyrimi që ne duhet i shtyjmë atij që të ka shumë për t'i Ose zgjidhur do këto. ndërhyjmë vetë në fund dhe do i marrim lekë të tij. Se na çojmë, rëndësishme njerëz do ndërhyjmë sepse aty vërtet rrezikohet jetën e fëmijës. Po, te pika e dytë, po. Do të shikosh që tabelën vlerë me transporti i parashikuar në vitin 2026 ka të përmendën 4 milion lekë, që janë mjete të cilat janë vlerë, por nuk është ekzekutuar pagesa. Dhe është parashikuar në kategorinë e parë të vitit 2026. Dhe po të shikohet për investim në procesin. Ka klasifikimin buxhetor, ka shërbimet publike nga të ardhurat e bashkisë. Ndërsa vlerja e mjeteve të reja është parashikuar në vitin 2027 dhe 2028 në vlera 6.000 lekë në 2027 dhe 4.000 lekë në vitin 2028 likuidimi. Procedura që fillohet në vitin 2027, vlera e mjeteve mund të shkojë 7 milion, 8 milion, ne i kemi parashikuar tavalet buxhetore për realizimin e këtij. Pra është dhe po të shikosh tek përshkrimi investimi e ri, tek buxheti apo. Raportul de buget ato se kemi sumare të tjera, po në lidhje me makinën e lidhje urbane ka planë për Covid, Nuk do parashikuar në ka do është një leka do. Ajo është më problematika nga këto transportet që Po kërkojmë donator, po akoma nuk Se mund të gjesh, kështu që pandaj kemi shtyr, pandaj kemi shtyr në vitin 2027 se mund të shikojmë mundësinë e një donacion. Ka një gjë tjetër? Odino. Tani për o doktor. falenderoj drejtorin. Ju e falenderoj, po më le. Tani kur unë pyes, ka ndonjë gjë. Ai mund të rini dhe në gjysore të mendojnë. Ai gridi dorë, se kemi si normalisht, po vi Jo, një në 5 vjetë që vjen ti dakord, po Vimo ata e shumë shumë debat. po problemi është teknik, analizë. Rritja e pakës minimale nga 40.000 lekë në 80.000 lekë, që efekte financiare i shtimin nga data 1 janari 2024. Për shpenzimet kapitale janë të planifikuara 38.320.000 lekë, të cilat janë në tabelën e shpenzimit. Një pjesë e rëndësishme e shpenzimeve operative të parashikuar për vitin 2026 do të shkojnë përsëri edhe në këtë vit shuma 16.500.000 për shtyjen e detyrime të rrogatave të bashkisë të vitet të bashme për të ruajtur një stabilitet financiar dhe fiskal. Nga totali shpenzime operative, 2 milion lekë janë parashikuar sipas vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 7225/11 për miratimin e planit të aktiviteteve të Këshillit për vitin 2026. Nga totali shpenzime operative është parashikuar për vitin 2026 të përdoren me destinacion për Këshillin Rinor Vendor shuma 500.000 lekë. Mbrojtja civile në zbatim të plot të kërkesave të ligjit për mbrojtjen civile është planifikuar 15 milion lekë dhe përtëm 4% të buxhetit planifikuar. Në programin buxhetor arsimi bazë përfshin arsimin parashkollor të përdoret fondi në shumën 450.000 lekë për rikursimin e shpenzimeve të transportit për nxënësit e njësisë administrative e Lopës që kryejnë arsimin në mesën e qytetit të Pelenës, NIS e Këshillit Bashkiak. 350.000 lekë do të përdoren për të zbatuar nismën e Këshillit Bashkiak për markimin e shtigjeve në zonat kukastane për të promovuar dhe standardizuar turizmin malor për zhvillimin e ekonomive familjare
të barinjve dhe të fusit bashkinë të Belen në harta rajonale të shpikjetuar për të targetuar turistë. Fondi prej 2 milion lekësh, 2.400.000 lekësh është planifikuar sipas vendimit të Këshillit Bashkiak për ndihmë ekonomike të familjes sipas skemave të miratuar. Ngritja e funksionimit e Fondit Social Vendor dhe funksionimi i Fondit Social Vendor për ofrimin e shërbimeve sociale në kuadrin me kosto të posaçëm nga Ministria e Linjës, Fond Social, në shumën 2 milion lekë. Fondi 600.000 lekë është planifikuar sipas vendimeve të Këshillit Bashkiak për bonus e kirave të familjeve të pastreja si pjesë e bashkëfinancimit sipas skemës së miratuar. Fondi në shumën 800.000 lekë është parashikuar si pjesë e bashkëfinancimit me shoqatën Maraton Albania për edicionin e 8 të maratonit të Beosavitit. Fondi 600.000 lekë është parashikuar si pjesë e bashkëfinancimit në Këshillin e Qarkut për zhvillimin e festivalit Migjirat e Poligonisë. Fondi në shumën 1.500.000 është planifikuar për mbështetjen financiare të familjeve në nevojë në raste fatkeqësisht apo situata të rënda shëndetësore, të cilat bordohen me vendim të Këshillit Bashkiak. Planifikimin e buxhetit në shumën 300.000 lekë për mbulimin e shpenzimeve për procese gjyqësore që mund të hapë Bashkia në zbatimin e rekomandimeve të kontrollit të shtetit. Fondi në shumën 724 lekë për Akademinë e Fushimit Vendor për 36 punonjës që do trajtohen gjatë vitit 2026. Normativat e argjimit materiale, pastrim, veshje, uniforma, karburante e tjera janë në tabelën bashkëllimit të këtij materiali. Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Financiar për çdo muaj do alokojë për shoqatën sportive futboll klub të Belena shumat e përcaktuara në këtë buxhet sipas preventivit dhe kërkesës së paraqitur nga kjo shoqatë. Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik autorizohet që të bëjë ndarjen e fondeve buxhetore të miratuara nga Këshilli sipas strukturës buxhetore të miratuar çdo muaj pranë dekës besarit të Belen. Drejtor, para një aty deri, e mori të ligjet të hashtë ka kërkuar për në shkëtun e bashkisë të Belen personel mjekësor. E kam koridor. Shkam koridor tash. E mora vesh, indirekt tash e mora vesh, për e duar laj. A është planificuar se në gjithë atë numër punës shumë kishë personel mjekësor. Ku shërbimet janë mërdare është në sënë. Tash numri maksimal i punojësve për vitin 2026, sipas strukturës organizative 240, numri i punojësve me kontratë të 10. Po, e ka lexuar. Po, tani brenda numrit të përgjithshëm të punojësve dhe buxhetit të miratuar. Nuk do kesh shtesa buxhetit. Kontraktohen me kvotë të pjesme punojës të kualifikuar dhe specialistë të fushave, inxhinier, jurist, mjek. Me kontratë? Me kontratë. Po shqiptim non stop. Me kontratë. Po shqiptim non stop dhe i gjena do të jepu në një milion mjekë, që si ka që. Mos me ndojë të kalodoj unë për dhe të, ose kalodoj normal. Për një personet shqytetësor, në mjetë jetë mjekë. Pa tjetë tjetë. Hapi përë që do da kemi pjesë të strukturës tonë. Që do të të Në vazhdimisht dhe parë. Ja, që të mitet e kazanë duhet të njekë i mjekë. Rahitet apo si dhe standart i klori. Apo të ushjellë si ka. Ki të ardej, që si ka. Po jo, i klori shumë i mire, që po se mire. E që se ka e mire, kam në parimat, nuk e di pasaj. Po, është të përfshirë është marë në konsideracion djeri. Po, mi tjetë që në grupin jo të kontratë. Kontratë një muaj plus po hapë prao për një kontratë. Jetë e mërtese kjo do a shikojnë. Kontrolida unë, duke se në këtë vit janë shtuar 2 punojës, në 288 për 220. Nuk ishte mundësi të futesh një nga këta. Numri që miratohet sot është numri maksimal i punojës. Është se ngritur pra 2 punojës. Nuk mund të futej një 220. 288. Po, si do qoftë, ky është numri maksimal. Është avari për të cilët nëse janë Thash pse thash nuk ishte mundësi të futesh një nga për llogaritja, do të falësh kambaroj. Sepse ne na vjen dokumentacione ose nga njerëz që kanë probleme faktikisht duan nga 300.000 lekë se kemi këtë sëmundje, kemi atë sëmundje. Dhe nuk e kemi atë staf që për të
po hedhë firma kot tu para një doktor, që është e vërtet, s'është e vërtet. Na takon na vi neve apo do ta bëjmë organet e tjera. Nuk mund ta vlerësoj një antar i këshillit bashkiak. Se vlerësojmë dolle. Numërë 240 veta një personel mjekësor. Një familje, Jo, tjetër një familje, sa i vjen këtu, do më thashë një familje të shkon një firmë dhe jep ide këto, kupton? Po ja thot vetë një provo të monet, ai e kupton? Jo, po të gjykuar tu se është edhe votë. Po mund t'jap tek kodin në këtë. Do duhet të shkurtojnë ca tjerë jo të shpejnë tjerë. Dakor, po. Ja dakor e vërtet. Se nuk është jo funksional. Kjo duhet jetë. Po, po si një personel shëndetësor me 240 veta është sikur nuk shkon. Sigur nuk shkon, nuk dhe e mirë. Nuk kupton. Pastaj problemi punoj se pastaj tjetër është kamerës e qysh me teke, sa janë detajë, Shumë është. sa janë prezente, sa janë halë të tjera. Kam problemi. Po kisha me që më dhëma jo kone se respektoj që në Sa duhet të jetë të monet për duhet ne ta për me këtë pjesë me duhet për dita. Për dita duhet jem për një Për dita duhet jem për një Ka shumë të bëjmë bisedë tavolinë të mos betani. Me radhë kur do flas me Kjo piko diskutohet. Do të përgjigja doktorit sepse doktori nuk do të jetë i përditshëm, nuk është nevojshëm ta ketë bashkë përditshëm. Do ta ketë me doktorin sepse sot mund të ketë nevojë të rreth. Mira, i roja i pyllit, pse duhet jetë për ditë rregull Sepse nuk është për sjellja, është për veten e pyllit të ora e shumë efektive për ta dezinfektimin e ujit. Ti do të shkruaj një qytet. Atëherë kur ka nevojë të shkëtë. Ka një ndërmarrje për ato që Ka, por inspektimin do ta bëj ai të tira apo Jo, po ka ndërmarrje specializuar që personel që bëjnë ditë për ditë bëhet analizë e ujit. Ditë për ditë je di shumë mirë se atje. Tani do vëmë atë e bën vendoria jemi këshes. A shumë po ne atje di Ka për personel që ta ndjek si e bën kyçë, si sa si apo e bora ujit si shumë. bëjmë ndërmarrje paralele tani aty tani. Paralele ndërmarrje. Edhe për të verifikuar këta që janë me raporte marrin raporte me kontratë kot, më fal. Ha? O doktor. Kam një urgjencë. Marrin me kontratë kot, pastaj vazhdoni me sa të bëjmë. Do la bëj telefonat, kam një urgjencë. Do bëj një. Do vi, nuk mos e do la bëj aty. Ani doktor vjen se do se kshu i mia, Doktori Doktor Bashki. Kur ja për të diskutuar për problemet që vinë, se janë nga bashkë mjekësore ata. Do japim 300.000 lekë latit sepse është smur. Ka raport mjekësor që e paraqet. Është me kempe me të tëra. Ta heqim, mos ta pranojmë më pas. Ka e mi krize, ne do ta pranojmë. Me rangesht. Unë nuk tim. Jam doktori ka verifikuar, e ka Unë pse do të jap këto lekë? Ndoshta me gjë normale ka që madhe. Pa ai nuk flet për atë, doktori thotë që të kontrolloj Është fatisht duhet një punë për këtë. Sepse ne japim kot. Unë jam Japim ne për shumë njerëz që takojnë. Tani ka në gjë tjetër për buxhetin 2024. Ti propozoj shtolja ata me kontratë sa shumë. Nuk kanë fare sens. Ti ka vjedhur ajo besova se ishte futurist. Ndoshta i kam për të ndihmuar në periudhën e zjarreve këto, apo s'ka zgjidhje më tani. Nuk e di u kryetar. Dhe ato të zjarreve kot janë se i marrin lekët kot. Se zjarret bëhen, ushtërinë nuk është ka. Kush ka? Haroj më pasaj doktor. Ata në lajmërën të parë Kush është? Ku? O Ladi, morasi se Ata e kanë marrë, kur zjarri ka ndron. Atëre duket se janë kanë më të O Ladi, duke përballuar Odino, si ka vuajë kot. o zotri, Se nuk bëjnë asnjë të punë, edhe mos e them që janë çopa.
Vladi, nuk do vjen funksion, ta garantoj të. Po s'ka qenë asë. Pavarësisht se është aty nuk do vjen. Nuk do merren. Lekti marrë. Nuk do merren, pavarësisht se është në buxhet ata nuk do merren. Çdo sektor e ka si në vetë pa diskutuar, nuk diskutojmë se Dojnë gjithë ato, do në një fajtor. por sa gjëra mirë, për të gjëti si gjë duhet është shitur mirë. Unë mendoj që thash edhe mbush kjo prapë, bile kam dhënë një lart publik këtu, ju nuk do të votoj buxhetin pa shkruar një personel shëndetësor. Dhe kjo do duket si kontradikt, por me ato s'do të preskate të uroj sinqerisht. Jo, sinqerisht, nuk di mirë se vota ime e ka thënë publik do votoj kundër, kjo se nuk do shkruaj një personel. Është shumë problem që nësi ka jo gjykoni thjesht e ujë, mora ujë, po tokë, po ajë, po shëndetin e qytetarëve të tjerë. Doktor, është këto bashkinë e tjera, ka praktika, ka njëra. Çfarë ploti të kemë sa këtu? Kam? E në nërmarit bashkinë e tjera ka dhe një stomatologë dhe doktorë. Pa diskutuar nga me një Ka mundësi se u përsi mua betë tavolinë. Ore, ju lutem shumë. Doktor, tani e kemi thënë, a i do flasë, do marrë letë, do flasë me Tani Lati diskuton për të një të pikë 20 herë. Tani nuk do të bëjmë vetëm Lati. Do nxjerrë një vrejtje, një diskutim edhe pasaj ka radhë tjerë. Tani nuk do tani 20 herë për një të pikë. Lutem shumë tani, ngjo mua. E kemi thënë me mikrofon, me leje. Tani kjo pika e doktorit, duhet doktorit, duhet parte praktikat e tjera. Shkojnë birokratë, shkojnë për medic, kërcyrë, kamje. Tani do ta lëre. Nuk do shkojnë dhe becisht. Po patjetër, si do të tani mjeku, përse do të bashkia dhe keqën. Ne kemi nevojë Ladi, e plotësove normën. Nuk lejohet më shumë se për të një të pikë të klasë 20 herë. Tani po vazhdo ditë, zbato rregullore këtu. Vazhdo. E pika e fundit, bashkëfinancimet e Bashkisë së Belen për projekte sociale 2026. Në fakt këtu para materialit mungon të një pikë dhe kam hapur materiale që ka nisur drejtori në adresën e e-mailit dhe i thash dhe në mbledhjen e komisionit. Projekti nuk kemi vetëm qendër për të mëshuarit në kuadër të thirrjes fondit social ministrit Arsim. Nuk kemi vetëm 2026. Një informacion çfarë u bë në 2025 sepse ishte i njëjti projekt, ne nuk e kemi këtë. Projekti qendër për shërbime komunitare për fëmijët me aftësi ndryshe, përsëri që është në vlerën 927, nga informacionet që kam, nuk e di, me të qendra deri në qershor ishte e hapur dhe nuk e di çfarë u bë. Me të ne bashkëfinancojmë, por informacion të detajuar nuk kemi. Tek materialet që kam para, mungon me të në adresën e e-mailit është këtu mungon në fakt, është në zbatim të kuadrit ligjor fuqi VKM-ja 613/2024 me këtë buxhet ke parashikuar ngritje dhe funksionimin e fondit social vendor për ofrimin e shërbimeve sociale me kod të posaçëm me fondin social të bashkisë V043AA në shumën 2 milion lekë. Kjo këtu dhe nuk e di, ndoshta mbase nuk e kam gabuar ky kodi V043AA ku është? Te këto tabelat i pas bashkëlidur nuk e di domethënë. Më shumë informacion të paktën që të çfarë votojnë. Dy të para nuk jeni pastaj këtë do të. Jo, dy të para nuk janë. Nuk shprehen në vendimin e fshirë bashkiak, për arsye se janë sintetizuar në tek pika që ju lexuat në lart. Ngritjen dhe funksionimin e fondit social vendor. Në këtë program tek pika 5, tek projekt vendimi. Ngritjen dhe funksionimin e fondit social vendor. Për ofrimin e shërbimeve sociale në kod të posaçëm. Kjo, po. Për të rritur transparencën, për të rritur shkallën e disiplinës financiare. Te cila faqe është? Te faqja buxheti 2026? Projekt vendimi, te projekt vendimi. Po, cila faqe? Faqja e 3. Nuk e pash për të rëshëtë. Si ishte këtu?
Nuk është tek ne. Nuk e kam këtu. Këto materiale që kemi këtu nuk është. Atëherë ta shpjegoj përse do ngrihet dhe si do funksionojë. Ky fond do ketë një kod tesari të kod projektit të posaçëm, prandaj jo pa qëllime shkruar këtu, vlera do jetë në shumën 2 milion lekë dhe kjo është bërë për faktin e rritjes së transparencës dhe disiplinimit të kryerjes së shpenzimeve për shërbimet sociale. Në këtë bashkëfinancim të bashkisë do të vinë, domethënë në këtë kod do vinë të gjitha transfertat qeveritare për projekte të cilat ne do fitojmë dhe do kemi aplikuar dhe shpresojmë që të fitojmë në 3 projekte sociale. Do jem pjesë e këtij programi dhe raportimi do jetë njëkohësisht edhe në bashki edhe në institucionin përkatës që do jetë pjesë e financimit. Dhe ato dy që lexuat që ishin te relacioni janë bërë pjesë e kësaj strukture buxhetore. Domethënë edhe nuk jemi Po, të gjitha shërbimet sociale që do kryej bashkia dhe do bashkëfinancoj janë në këtë kod projekti. Domethënë 2 projekte të para që janë këtu apo janë Miljan këto dhe Miljan ai. Jo. Se s'kemi informacion. Jo. Nuk ka asnjë gjë të detajuar ndaj. Nuk do jetë, do jetë vetëm ky. Kemi lavuar ndoshta ta dërgoj, por nuk kemi informacion. Këtu nuk është kjo. Dhe faqja ka të shka më nuk është. Bonash këtë është kjo. Nuk është. Na edhe shtesa në momentet e fundit dhe. Po. Jo, nuk është. Për fushën sociale, të shërbimeve sociale do funksionojë vetëm ky kod projekt. Dhe bashkëfinancimi i bashkisë do jetë si tavan buxhetor vetëm në shumën deri në 2 milionë. Ka projekte. Çfarë është ky fond social vendor 2 milionë lekë? Ka projekte. Jo, janë mbyllur dhe kemi aplikuar në 3 projekte të tjera që shpresoj të shumë. Si janë 3 projekte? Dhe presim të vinë të vitit, mu aprovo në Ministri Apavorit. Kam bërë kërkesë. Si janë 3 projekte? Është një rekomit nga aftësi. Kemi 9 milionin e aftësive. E heqim këtë, është tjetër, këtë e kemi, e miratuar këtë. Jo, deri kur ka qendra për shërbimet komunitare në fëmijët dhe apo. Deri kur ka. Po e di se kemi diskutuar. Pjesa e parë. Ora më tonë na bëj pikë parë. Po pra, ja ta. Vitin 2025 ka përfunduar projekti Qendër për shërbime komunitare për fëmijët me aftësi në qershor të 2025-s, i cili ishte bashkëfinancim me për si vjet ne kemi planifikuar këtë mbështetje financiare nga ana e bashkisë. Pjesën tjetër ku të hapen thirrjet në lekët e kemi duhet të jenë kodifikuara në atë grup artikull që thotë spirua, kështu që jemi në rregull. Sepse nuk mund të bënim dot më ndryshime në buxhet. Ministria na kërkon të pikë. Pjesa sensible është ekonomia. Po, a kemi planifikuar? Nuk është me korrespondencë. Jo, kemi planifikuar. Përderisa ne kemi planifikuar në por në qeshor ka mbaruar. Mbaroi gjithë procesi, mbaroi dhe pjesa e bashkëfinancimit. Tani jemi me planifikim. Da, në 6 muaj, pra qershor, 10 dori vje 6 muaj. Po pjesa më sensible është këna i madh, dhe si sa vati as që mos pas fata. Shqiptari është një problem për 5 milionë e 10 milionë lekë, jeta që mund të bësh për ata fëmijë. Po s'mund të lëshë rrugë, tash, si ne jemi gjithë në mendje mendoj të jemi, pa mund jemi nuk jemi. Po jemi thaftë vetë, se sa shpatësi ma. O do hedhur atje ose hedhur në aksion tjetër. E ka thënë shumë herë dhe më dhe Pra kemi planifikuar. po shë planifikuar më nda jam një gjeshtë ato 6 muaj për 6 muaj të tonë. Gjëmi mundësim të punoj non-stop për ata Tani fëmijë. do filloj. Po tani do filloj, më keni thënë gjithë tjenë. Jo, nuk kemi thënë. Tashi, po s'kam mikro. Kemi 2 vjet që Po ne 2 vjet, kryemi atë çdo 3 muaj, 6 muaj, më dhe tash. 2 vjet që Ore ne- mos jera të asas kësë pjesë. 2 vjet e gjysmë ne kryemi atë shit. Po ti gjeni më do japun, do vete u pjesë 3 orë ja pale. Po është puna për përraj. Je kanë Dhe Sundje, nuk shore së mja me sundje. Me sundje shumë për ballon. part-time. Tani, e di që më në
mos i hapi, më mirë mund si prindë di që nuk ka fare këndë sociale për shkëndijë. Dhe mbylla histori. Po 3 muaj është. Edhe 2 ditë ose 3 ditë në javë të funksionoj kjo teknesh një për këta. Pse? Jam kundra unë, jam Se është birokrasë, edhe logopede, psikologët ose mësuesiet është, vjen japi dhe mësim punë shumë tjerë. Ne nuk e kemi atë stabi që mund të hapi dhe të bëjmë një të hapi punë të përme. Pse? Në në gjirokasë, nuk të përme. Po gjirokasë nuk e përballoj do, dhe ne kemi diskutuar kemi diskutuar me kryetarin, kjo inshallah e çelin ata të Ministrisë së Shëndetësisë, edhe bashkëpunim me gjirokasën, të lëmë në kohë dhe ata të bitë janë mësim punë. Se nuk më marrë një mësuse, fillore të janë. Se ka bësh për logopede. Mund të në psikolog. Edhe në shkolla i kemi Edhe ata mësus. Edhe ata mësus janë duhet të jenë trajnime. I kemi zërje, po të veshta. Nuk ka mizerje, se të duar pa njëra shqipë. Tu ka padur të rrëte. Po nuk janë zanashit arti Qoni të trajnime, unë i falenderoj për të kanë marrë iniciativë që vjen dhe si duhet të vazhdojnë. Të bëj vetëm këtë pyetje, spero nuk po më kupton pyetjen. Ky fond 927 i bashkëlidhet atij fondi 2 milion lekë? Apo është plus që vjen 3 milion lekë? Jo, i bashkëlidhet. Okej. Për të vazhduar atë që nisi doktori, ne do operojmë me kështu. Nëse ne me 3 aplikimet i kemi bërë në projekte sociale, nuk do fitojmë. Atëherë do vinë përsëri tek juve për të marrë autorizimin që këto 2 milion lekë mund të arrisin diçka më shumë të shpërndajnë në 3 projekte që t'i krijojë vetë bashkia për të ruajtur vazhdimisht. Do vinë përsëri për të marrë autorizimin nga ju që të mos jemi ndërmarrur nga Po edhe sikur ta fitojmë, përsëri do vinë, sepse pa marrë miratimin tuaj të ndarjen e parave, nuk ka përsëri më përpara. Mendoj gjithmonë si vete. Është e mira që nëse se nuk do të arrijë mundur që të ishin gjithë ta specialistë mësues ndihmës, logopedë, merat, psikolog, nuk do të ishte, është e mira që këtyre familjeve t'ju ofroj shërbimit, t'ju ofroj siç bën nisën të Këshillit Bashkiak për transportin e vajzave nga zonat rurale, e njëjta gjë dhe për këto familje. T'ju ofroj transportin sepse familje që ne komunikojmë për ditë janë 2-3 herë në javë, nuk mulojnë dot shpenzimet e transportit, transport publik. Jo më, domethënë me privat, jo. Po se kjo është mundësi shumë e mirë. Ka specialist, i që më lokas të paguajnë transport. Fond ka atje. Në momentin që do vim në Këshill për të marrë konfirmimin se si do vijojmë, dhe menaxhimi i fondeve që nuk bëhet me responsabilitet, apo nuk i di projektet, jo tona, jo të atyre në konfirmim, edhe me anë ka shikojnë birokrasët ka shumë atë bilanë. Po pra i qojnë 2 herë në javë. Ata kanë mësim dhe s'kanë mësim. Tani u morën vesh për atë të kanë gjë tjetër. Dhe të parën që do thash me të se nga shumë dhe të ne do të stojnë kjo është i rrasë. Inshallah që morën vesh e morën se që ata shqiptarë. Po do u morën vesh për të pikanu një pyetje tjetër në drejtim të për buxhetin 2026. Jo, ishte me lidhje 84% gjemi. O, Matilda. Që jemi në rregull me buxhetin. Erdhi në vot pastaj pro, abstenim, kundra s'ka, miratohet. Kalojmë te pika e orës panisht. Ke folur tani, jemi te pika kalojmë te pika 7. Kalojmë te pika 7 e rreth ditës.
Projekt vendim për miratimin e bursave për nxënës të arsimit parauniversitar e arsimit profesional të institucione arsimore publike për vitin shkollor 2025-2026. Kush do flas për këtë pikë? Bebi. Çfarë çik mikrofon? Atëre Komisioni i Arsimit, Sportit dhe Komisioni i Kulturës ndonjë të datën e 2025 shkitoi vendimin për miratimin e bursave të nxënës së arsimit parauniversitar dhe arsimit profesional. Pas të shpërndarjes janë 7 bursa për arsimin profesional dhe 50 bursa për arsimin mesëm. Në komisionin të shkollë ka të ishin pasër kriteres, ishin shpërndarë ka ishin stati në universitetin në ndje, a sugjerim. Këto e tani antarë e këshillit ose organë zhjim në ndje për ta kaluar për ta miratuar. Faleminderit. Po, faleminderit Bebi. Ka ndonjë pyetje në diskutim për këtë pikë? Ishte më shumë bursa, më do ishte. Më shumë për projekt vizual. O, Matilda, po do flasësh ti, do me mikrofonin. Se kemi nevojë për numrin e bursave, se po ta kishim për numrin e bursave ka pasur një pyetje në rregull. Sa kërkesa ka pasur për bursa në klasën e rrjedh dhe sa janë realizuar? Sa janë realizuar nga? Të gjitha janë realizuar përveç atyre të dhëmbave të Po pra që kemi bërë nisëm, po. Tjetër, kemi në një Ne i qonë nisëm se nuk kishte numrin e... O, Matilda. Po flas, kryetar të lutem. Ma e ka E bëre pyetje. Jo, pyetja ishte. Vazhdo. Po. E gjëve të përgjigjen. Vazhdo bëj pyetjen e tem diskutim. Nuk ishin aq kërkesat, sepse kërkesat e njësisë administrative e LOPS u futën në nismën e Këshillit Bashkiak. Që do të thotë, po, jo, e di unë do ta di që sa bursa vijnë. Dhe a janë të gjithë, pse do të bëjmë nisëm ne për të favorizuar këto vajzat që braktisin shkollën, kur mund të jenë direkt me bursë të këshillit. Por unë e di, do të thotë. Ne po them që nuk i mbulojmë dot. Në rregull, sqaruam. Ranë një emër së bashku. Sa hedhim në votim. Pro, abstenim, kundra, ska. Tiratorë. Kalojmë të çështjet e tjera, si që ta bëjmë më përpara, kemi për një shpesë në buxhetin e miratuar për vitin 2025. Jo, me aktin normativ Këshilli i Ministrave ka bërë një ndryshim në buxhetin e vitit 2025. Një nga përfaqësuesit është dhe Bashkia jonë, në vlerën 9.124.000 lekë, e cili shumë do dedikohet kryesisht për shtyjen dhe detyrën e parlamentit të vitit kaluar për të qenë një primari dhe në të mirë në buxhetin e vitit 2025. Vola di. E djove që ata spiruar. Jo, e të tjerë të pyetje ti tani. Ti falquar fare do është një shtesë në buxhet, është një ndihmë që na vjen në momentin e fundit, shkruajmë në buxhetin e parlamentit dhe një frymëmarrje të mirë buxhetit të ministrit. Unë kam dëgjuar se në komision ka një pyetje anë që për të pikë. Një nga qytetarë thotë një njerëz është spiro. Si jeni? Dhe jeni. Pse është lajm? Një qytetar shkruante. Je njerëz spiro, me njerëz. Është jashtë rreth ditës. Po. Ta edhe në votim. Pro, abstenim, kundra jo. Mirator, Se njëshin e pa. Atere s'o pri. Kishte një pyetje, se nuk e dëgjova. Nuk sa me bëjë të tani, ne hodhë votim ka pyetje. Jo, nuk ka pyetje. Djere këtu tani stati. Po do i përshtarë zhërë në pishën sa mirë, ku s'kujtojsh. Ti prite kartonin në sotë. Tani kalojmë te kërkesa, ore, kalojmë te kërkesa dhe gjërë që je po tani, prit sa rova një gjë tani edhe temi na huga. Mirë.
Vazhdojmë te kërkesa dhe ankesa. I kemi Arta Seferi. Një vredje për të kolegë, do të mësosh në parlament, do të quam një lista të vërtetë. Pra, jashtë rendimit. Vazhdojmë tutje. Arta Seferi, Arta është mund të ketë një pjesë kjo, se vajti vite. Ja se ka zgjidhur. Një qytetar pse nuk është zgjidhur? O Dino, pritë lexojmë këtë. I nderuar Zoti kryetari i Këshillit Bashkiak, të nderuar ata, zonja, zotrin, nën familjare, Arta Seferi, po bëj 5 vjetja e qëna 5 vjeta ma. Problemi i shtëpis do më gremiset nga lagështia, po jetojmë në mjerim, se nuk e lexoj mirë dhe shkrimin e saj, një problemi të shtëpia, ka lagështi shtëpia, për efekte ka mbajtur dhe nga bashkia që e kanë parë, janë bërë disa gjëra atje, pendimu akoma si duket nuk është zgjidhur. Atëherë këtë pjesën e Arta Seferit, Jo mos e përse kush e ka ta njoftoj dot, ka 5 vjet. Kemi ardhur për atë punë tani këtu të edhe po të bëjmë për të, mos jemi qytetarë jam. Po mos po çdo gazetë, ne më heq fali do. Mua ka votuar ai qytetarë dhe duhet të zgjedhim. Alla qytetarë, nuk e votuar ti. Kam thënë duhet i polisu se unë nuk e me ta që prishim në... Jo, nuk prish be, mos shikoni njeri të humbur, edhe ju e këmë të para në atë. Edhe prandaj ka marrë. Atëherë kjo kërkesa e Arta Seferit i kaluhet bashkisë. E kemi kaluar, kemi atë që sot e bëmë vota këshilli. Sot e kemi bashkisë edhe kërim. Ja kemi kaluar bashkisë për të zonin 1000 herë. Si mund ja kaloj pra, çfarë do? Ka mundësi. Kaloj bashkisë ose edhe ti pa. Mos flisni pa mikrofon dhe pa lekë. Mos bëni zhurmusin këtu. Më shkoj sa po tallë shtikë. Mos bëni zhurmusin se keni drejt ju se smatruri i policisë spiru, ashtu la po se Ai nuk shtoi të thotë se po. Do ta diskutojmë të pikë. Tani, kjo do të diskutojmë një sekondë. Urdo forte mikrofon. Për këtë problem ka të drejtë vajtë me 5 vjetë, po unë e kam në dhe mdalë. Tani aty ka sa problemi, që dhe bashkia nuk i ndanë. E para një që ajo shtëpi është hequr për shkak të rrugës që në terin e 5, që do hiqej sepse do bëjë unazë. Dhe është pa leje, sot është pa leje. Do të në shtëpi pa leje. Është futur komplet, ka lagështi sepse ajo është futur edhe komplet. Është bërë, si është bërë atëherë si që bërë të tërë, nuk është pa i bashkisë, pa i të gjithë dhe nuk ka kaluar zë legalizim. Do të ka aq shumë probleme ajo, sa është më mirë t'i blejmë shtëpi të re bashkia e ta heq andej. Se kështu nuk zgjidhet. Vend bashkia 10 herë, po zgjedh për shtëpi e për rrugë, po zgjedh ka shumë probleme. Apo e mor, shumë drejt. Të dëgjova, njëri ja thotë tani. Të bëj një pyetje, atje është zonë rruga një, dhe atje kalon mjetet me tonazh të lartë. Se ka leja apo s'ka leja, ka 8 vertikore. Tani po pak ashtu ti ke qenë e diu kush më vjen. Po nuk duhet dalë atë të topi. Jo dalë ty, jo do dalë atë mund. Ajo është gjëçmë. Po s'po kuptoj se po të bëjë pa leje, një minutë. Dhe po ti ishte pa leje, po ti ishte pa leje, e prish. Ka i këmëte, ka ligjeshte. Po, që të dojë, një minutë më orë, jo të di ku defti, po së të për një person, se pas ati është dhe një halë e gjithë tjetër që ke vajtë në takime, edhe ati tjetër i ka zërë rrugë. Pas ati. Po ti do t'intereson për ato dhe të ndesë të rrugë. Të intereson. Unë i kam para partë, edhe ma titë dhe nga. Ta dishë. Dërsa unë them që kam shumë bashkim. Se ku s'ka vajtë, dhe qa s'ka bërë, dhe një gjërë ka s'ka ardhe, dhe juve, dhe problem që bashkia nuk ka që i bërë. Prandaj po themi, hajde më mirë t'i blejmë shtëpi dhe andaj hiqen se nuk zgjidhet ai problemi aty. Harroje. Tu e kam muhabet, nuk e kam unë se i bëj qervin apo shokanin apo tjetër.
Po nuk ka Shkurt fare. E zgjedhëm do të vetë problema apo jo? Çka keni dorë? Juristë me bashkia. Se kjo ka ardhur vetë disa herë ja kemi kaluar administratës, po është për të votuar dhe ne hajde votojmë. Po s'është pastaj kaloja në prapë. Na disa herë. E nuk se si ka emra, fare emra. Po zgjedhet me votim hajde zgjedhëm. Po kaloja në administratë. Tani ajo një sekondë sa të imagjinojmë. Ajo ka probleme edhe në Lagshtia, sa probleme dhe legjitorën atje që e ka si ofici që ka lënë mjetet të nga më shkundet shtëpia do këtë. Ka shumë ankesa. Edhe mua këtu, kur ka lënë ato mjetet me rënda të rruga poshtë, atje tundes pallati, po çdo të bëjë unë. Nuk e kuptoj dot për një automjet. Nuk e di. Tani bashkia e bashkia do të unesë me traktor atje. Bashkia, Mos të futem në fest. nuk e di fare po vjen dhe shkëmbë, po mos më do pandelon të kalon dot. Po s'do të futemi atë. A do vi diu apo duhet të ngrej komision bashkia dhe ta verifikojë gjithë ankesat. Sa komisioni bashkia dhe kjo. Tu ja dhe i ke bashkinë në klasë. Komisioni e kanë do të 5 vjet. Ka mundësi tani. Po çfarë mundësi financiare pse? Çfarë bëhet fjalë? Po kryetar. Çfarë bëhet fjalë? Jepi mikrofonin Spiro. Po kryetar. Mund të zë. Ne këtu kemi shumë kërkesa në qytetar. Dhe na vjen kërkesa ato dhe një aktiv bashkisë. Po bashkia s'ka të bëjë asnjë përgjigje çfarë. Dhe ne nuk e kemi kërkuar. Po ti kërkojmë me këto kërkesa çfarë? Ju s'kemi kërkuar. Çfarë bëre me këto kërkesa? Vati një rrugë në salari, vati 5 vjetë e rrugë në salari, përse për ishë mos vjetë, vjetë i mëkuar, së dhe dhe mëkuar, dhe shumë të tjera. Duhet i kërkojnë bashkisë në atë përgjigje për shdo kërpresin a njëmë i qytetarë neve. Më falë se po tani, nuk është kjo pjesa kërkoje dhe zgjidhje. Bashkia ka detyrim momentin që ne ja kërkojmë të na i kthejë. Ç'është kjo kërkoje? Ne përse ja çojmë bashkisë? Ja çojmë bashkisë drejtorisë përkatëse për të zgjidhur radhën. Pasi zgjidhet radhë na vjen relacioni. Si do kërkojnë antarët e këshillit, kërkojnë informacion. Kemi kërkuar informacion me mira dhe nuk kanë ardhur. Këtu i kemi online trap, kështu që mos thuaj fare më kërkoje. E ka detyrim bashkia dyshën e saj, ç'është kjo? Kërkoje. Edhe kanë ardhur informacion. O kryetar, nëse drejton vendin dhe të si shkojnë. Ankesa, tani ti po na mendon. Ankesa e salarisë, se nuk do të flas ani se këtu, më ka ardhur më 28. Edhe e kemi gjutë edhe këshill dhe ti si kryetar nuk e marr asnjë përgjigje se çfarë është me këshilltarë. Ne ata që ata na ka votuar dhe duhet të kemi përgjigje të sili madh. Dhe nëse do shkojmë sa të miku dhe sa të çipliku, tu jam dakord. Ne do zgjidhim hallet e qytetarëve në problemet këta. Unë nuk e di po për punën e salarisë që se më doli dhe duhet të zgjidhet sa më shpejt. Dhe po të futemi akoma më shumë, ka dhe akoma që ka vaj qytetar dhe edhe ofenduar. Po i lëmë këto më brapa dhe themi, ne për ata qytetarë na besojnë, ata i atyre qytetarë do ketë përgjigje sa. Në qoftë se është për të hapur rruga, do hapur. Në qoftë se është për të hapur, nuk do hapur. Po jo do, sot do themi do hapur nga krau tjetër, sot ashtë për kështetë. Ka qenë rruga. Dhe po s'ka si shka hapur. Dhe më vendim këshin të hapur rruga. Janë askaroloni pra do. E më një, se më ka dhe tu. Se kemi debatuar të sajtë dhe kemi dhe dhe kemi hapur dhe kemi rruga pa. Në parë faleminderit. Unë mendoj se të tëra shqetësimet kanë ardhur nga Këshilli Bashkiak janë zgjidhur. Midis të këtyre shqetësimeve zgjidhur për këtë ka relacion të qartë, të pastër, të ardhur dhe tek Këshilli Bashkiak e shkëpyer përgjigje dhe personi dhe rruga sot figuron e hapur. Për këtë janë mendimin ngjenin këtu tash, sa verifikoj rrugën është e hapur apo jo. Edhe herë në fundit me kryetarin e ri, kemë marrë detyrë verifikuar gjendja rruga është e hapur. E hapur për them me përgjegjësi personale, morale dhe dinjite. Unë ta shikoni, ngrihet grupi i hapur. Dokumentacionin e kam unë ta bie dosjen deri i kam marrë një dosje më të veçantë për ajo. Kjo është hapur. Diçka tjetër kërkohet. Kërkohet një përmirësim cilësor i rrugës. Për të cilën përmirësim cilësor, çdo thonë, rruga është e hapur, u them me sinqeritet, as me sy as me vesh. Dhe tu u them me përgjegjësi. Përmirësim cilësor.
Dhe sot kam folur me ato zotrinë e shkëtimit, dhe po flasoj gjisht më farë, dhe kërkohet ta kaloj një mjet të atroman këtë pastore të rruga tjetësore. Të them përgjigje personale. Në qoftë se doni foto dhe video i ka. Pavarësisht se nuk do të them se ti keni një probleme, por është një përgjigje. Do të bëni telefonat direkt. Jo, mos e replikojmë se Jo, vje keq. Unë kam marrë dëgjoj dhe në marrë rejtë. Po. Shumë i bërë, së duaj të shtapu, se shtapu do të të. Jo, të lutem. Të lutem, bashkë e folë. Dhe mos zërë dhe video, mos zërë dhe video dhe me datë. Atëherë po ju them. Të lutem fare. Ka bërë shumë histori. Është hapur rruga që rruga qenë Juli. Kam hapur dhe kam qenë vetë prezent në hapin e rrugës në Prishtinë Gjellë. Me video, kam bërë me përgjithësi, nuk tem. Është hipokrizit të një juve se kam dëshirë. E parë, e dyta, nuk mund të më shkërë. Po sa për si do bëna me orë? O shokulloni, Nuk do të me dhe dëshirë më shumë e të lutem, o sot Iloni e shokulloni, se si shapu kemi komunikuar bashkë. Se më ka rëzu. Dhe është bjullë pra. Dhe mos të në tjerë ka dhe policia dhe prapë. Ta një në bjullë, më shkapu sot bjullë ka. Problemi asaj I faleminderit. Mëra 3-4 ditë kanë qenë zyrën time ata zotëri. I kemi sqaruar. Padronën e kemi pasur defekt, do ta shojmë ta hapim në papir. Është tjetër padrona edhe ka qenë Do ta shojmë. Konstatojmë që ka disa vendime që bashkë që nuk janë zbatuar. Mos i ka mas mikja shok. Ka disa vendime për hapje rrugës që nuk janë zbatuar, ne zbatojmë tani. Kemi pas mjeti me defekt se do t'i zbatojmë tani. Shiko, tani... Edhe është ajo në regjina, Paula është kjo në salari, është kjo ujtëton, janë disa... Ati dhe regjini, kalonit e koshtat e mija. Dhe kam të në teme e Dhe që kejtë e për rrugë, i është një skandali në vetë. Dhe kemi okej, prata dhe ratë dorashka, se ka përshirë. Ja dhe kemi këtu, që dhe ka dojë kjo. Por nuk kërë kjo. Atërë më pëse që duhet që t'i prishet shpia t'jeve të shpia. Nuk thashtë në t'javë bashkja pëse ka në 5 vjetë para. Jam nga të apëton për qarë shpia ka në 5 vjetë. Por janë për probleme të ndryshme dhe asja. Në lagështim 5 vjetë. Në lagështim nuk po 5 vjetë. O zotri, tare, Ne kemi trajtuar disa herë problemi, është ashtu si ka dhe Ladi, problemi çështja ka disa gjëra të poplavitura, por ne kemi ndihmuar, kemi ndërhyrë dhe me specialistët e drejtorisë së shërbimeve publike, i kemi çuar në bazë materiale, nuk ka arritur, ose më mirë themi nuk ka arritur dot në eliminimin, për arsye se kondicionet urbanistike janë të tilla, ajo është mbështetur në rrugën. Atërë është zonë e pa urbanizuar, është një problematik. Ne i dhamë disa zgjidhje teknike dhe me inxhinierët që t'i bëjmë një prerje muri që të mos lejojmë të vinë vështira, nuk denjojnë dhe nuk pranojnë. Ka dhe një problem tjetër me kanalizimin e ujrave të zeza. Më falë se po vi vendosëm. Jemi të gatshëm. Më falë se po vi vendosëm, po ka dhe një problem për kanalizimin e ujrave të zeza dhe lagështia vjen prej asaj. Sepse duke që në pozicion shumë të pa favorshëm, atje ku është lëtuar, nuk putet dot në kanalizimin e ujrave të zeza atoj qytetit. Dhe duhet të trajtohet me grosë të kulturët dhe drejtori i shërbimeve publike në bashkëpunim me shoqërinë rajonale të sjelljes kanalizimeve kanë shkuar për ta verifikuar në vend, kanë shkuar për verifikuar në vend, e kanë vlerësuar dhe situatën dhe kanë ngelur që duhet të trajtohet me grop septike. Ndryshe, po tani jemi në një situatë shumë komplekse. Qoftë të pasurisë, të pozicionit të pasurisë dhe për të ndërhyrjen, sepse lagështia e vjen edhe nga ky gjë. Tani jemi në një të tillë, ama që të thuhet që bashkia e Belen nuk ka në mënyrë periodike, nuk i ka qëndruar dhe e ka ndihmuar si familje, nuk duket e pavënd. Keni drejt. Problemi është që ajo zonja po bën akoma ku s'ka vajtur. Çfarë zgjidhje do jepi tani? Sepse ngeli prapë kërkesën e kemi aty. Do a vjen prapë juve çfarë do bëni? Dani, nuk po se ka zgjidhje, po më fal. Mund të jetë mund të japësh që thua shikna ajo shtëpi se është po do të ikësh një minutë edhe do japësh. Ja kemi ofruar, i kemi ofruar
edhe bonusin e qirave. I kemi ofruar dhe bonusin e qirave. Po çdo ditari. Lutem tani. Tash unë atë kam pasur një klasë, kemi qenë është allëgjesh, por nëse të shikosh ti është me këto probleme që po ka me kanalizime kemi dhe kërkesa tjera. Vazhdojmë. Do ta mbyllim këtu. Po mbaroj vinë së prapë. Ideja edhe për një bonus që nuk e di kemi ofruar edhe bonusin e qirave. Atëherë puna i pranoj më të sa vinë më letrat, Ajo ka të drejtë të bëjë ankesë të qytetar ku të dojë. Mund ja mojmë edhe të drejtën që ka. Mund të vazhdojmë në poshtë. Vazhdojmë të kërkesa tjetër. Unë në shkoj Artan Maça. Banush që atë në bërë stipendent, ka bërë të kërkes në datën 3/12/2015. Vetëm se s'ka të dhe. Se s'ka e bërë. Ka një për remontë. Po se mirë dhe pa të... O, bebi, Unë jam specializuar. tani e të kërkesit të tja. Ha? Kishte industrial në darkë në desë bjerën por aty. Të dhja. Po pa dhe mësime në dimë në të Tani ky do të dhëtë për këtë kërkes, ka për ka vor 2 mushka. Mirë atëre. Përfia drejtorisë për kasa do vjen material. Ka drejtorisë për kasa për atë. Atëre bashkisë mund të pikoj gjendje e kësaj. Atëre vetëm po. O, tani nuk kemi asë për të keshur analizë në barën këtona. Vazhdo kemi tjetër kryetar. O, zotri, dhe të do të skripës. Latif, o Latif. Por e pëqapë një shumë. Por u shikoj njerëz të qapë një, pasaj këllqyrës është. Kemi një kërkes të Hasan Hoxha, banus lagje fermë. Kërkoj nga Këshilli Bashkiak, Bashkiat e Belen, për banesë e cila u përfshi nga flakë. Ditë dhe prega? Po, atëre i ka të u bashkisë dhe kjo, është në shqiptim. Thotë Spiro për të, ka vaj dhe në bashkia e po. Kërkes tjetër. Fejzi Gjeza, në ty Gjeza. Tani, unë shme Fejzi Gjeza nga bashkia bashkisë dhe Këshilli Bashkiak e Belen, ndim për qati të shpisë. Radi dhe kjo, Fejziu. Ta pikoj pra zërës për kasët? I ka lënë bashkisë dhe këtë, ta dhe shkoj të familje. Por edhe mua pikon qati, 50 kërkesa kam për qati. Po qik të që qati tila. Po mirë po doktor tani, doktor, tani veti kërshëm më... Hajde të gëllemi tani, se është objekt shtet privat. Është shpine vjetra, truon brëna. Ore, jam të bashkë pronar dhe truon me shtetin. Jo, si me shtetin, kemi mirë dhe truon. Unë Të gjithë, ti... Jo të shkëtëreja të vjetra. Po, ju të vjetra. Po ne ti ne zërë të kërkesa më shumë se nga vonë një kohë. E ka shumë se ke plek truon dhe akoma ke 300 metra. Jo të reja. Të vjetra të në bashkë pronar shtetin. Në 72 metra katror të gjash nga mundë të gjash për farë. Ne shpikon, ka të ty të shpi shtetit. Po nuk është garantitë. Me ka mua betit. Së është garantitë. Ne ti ne zërë Jo, po të në kërkesa. retinë është diskutime i. Ne ti ne zërë kërkesa.
Vazhdojmë me një kërkesë tjetër, Sadik Vafi. Unë i quajtur Sadik Vafi, banor i fshatit Dukaj, në vizet kërkoj mbështetje financiare pasi kam problem familjar. U ka ardhur me kjo kërkesë? Ka kërkon një mbështetje për ndihmë financiare për probleme familjare. Ajo ishte ta doktor Pikar. Ka një pjesëtar familje shumë se nuk ka një person familje shumë stop dhe kërkoj nga bashkia të putem kërkes, po, skemi për ndihmë financiare. Po, i ka në bashkisë edhe kjo. E shoku Sadik. Tundalani. Tundalani ka dërguar një vërtetim këtu. Po. Unë i shkruaj Tundalani, banor në qytetin e Pelenës, kërkoj nga bashkia e Pelenës dhe Këshilli Bashkiak ndihmë për Vabbè, vuole zëjtjen të di pasajt e kompletë dhe së Jo, është me shkindore ka të drejta. Po ti lexoj sepse është e dëmtuar dhe pa mund të përjetuar. Jam pensionist, pa punë dhe kemi të vështirë për përballuar shpenzimet e konstruksionit të shtëpisë. Jemi në pritje të përgjigjjes nga ana juaj. Kërkon në rikonstruksion shtëpie sepse vetësh pensionist, gjua pa punë dhe kërkon ardhe ju vetë. Mirë, edhe kjo kërkesa që i drejtojnë bashkisë mos i lexojnë, vetëm ato fshirë lexojnë. E po këtuja drejtuar në marrë në bashkjak, po. Përderisa ato drejtuar që në bashkjak, Ato do t'i lexojnë këto kërkesa. bashkisë. Juve ne u pritëm në sa urodhët ju duke forë. Urodhët të juve. Unë i nështruaj Luan Meta me detyrë kryetari i fshatit Guzman Ziran. Po, përse na i ka përta, të ka përdoreqin a i si kryetar. Ka përdoreqin si kryetar. Jere nuk ka përkuar për qatit. Ore, po s'ke përdet një kërkesë për përshpit. Adë dorejqe ka më përshpit. Po s'ke përdet një kërkesë për përshpit. Ore, po s'ke përdet një mërtje për përshpit. Atere zotrinja, antarë të Këshillit Bashkiak të Pelen, ledhjen e deklarojmë të mbyllur.